Habi të mjeku. Këto janë 4 vitaminat që çdo grua duhet të marrë çdo ditë. Pavarësisht ushqyerjes së shëndetshme, shumë gra vuajnë nga mungesa e të paktën një ushqyesi të rëndësishëm në dietën e tyre. Sipas ekspertëve të Healthline, çdo grua ka nevojë për 13 vitamina, acide yndyrore minerale, të cilat përfshin vitaminën A, vitaminën C, D, E, K dhe vitaminat të grupit B. Ekspertët paralajmërojnë se nëse nuk ekzistojnë suplementet, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. 75% e grave do të vuanin nga mungesa e një ose më shumë ushqyesi në dietën e tyre ditore. Ndaj, edhe përzgjedhja e durë e ushqimeve në dietën tuaj mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj në tërësi. Por cilat janë vitaminat më të mira për shëndetin e femrave? Mungesa e vitaminave dobëson aftësinë e një gruaje për të mbijetuar një lindje të fëmijës, por edhe për të kapërcyer infeksionet edhe për të rimëkëmbur pas problemeve dhe shëndetit të dobët që e kaplon. Për shembull, mungesa e vitaminës K, vitaminës D, kalciumit bën që një grua të jetë predispozuar që të vuajë nga osteoporoza. Mungesa e vitaminës A dhe C dobëson shikimin kryesor tek femrat, pavarësisht moshës. Këto janë vitaminat më të mira që një grua duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietave të tyre, sidomos për një imunitet të fortë edhe pas moshës 40 vjeçare. Vitamina C, vitamina A dhe vitamina E. Këto vitamina futen në grupin e antioksidantëve. Ato luftojnë gjithashtu radikalet e lira që përshpejtojnë plakjen dhe nxisin sëmundjet që prekin semrën, syt, gjithashtu lëkurën dhe trurin. Vitamina D3. Kjo vitaminë merret nga ushqime të tilla siç mund të jenë për shembull vezët, produktet e bulmetit dhe disa kërpulla. Pjesa më e madhe e vitaminës D merret fal ekspozimit të lëkurës në rrezet e diellit. Vitamina D3 është thelbësore për shëndetin e kockave, gjithashtu trurin, humorin dhe ekuilibrin. Vitamina K. Kjo vitaminë është e një rëndësie të veçantë për parandalimin dhe sëmundjet e zemrës, por edhe për shëndetin më të mirë të kockave. Gratë që marrin antioksidantët e duhur në dietën e tyre për një kohë të gjatë kanë gjithashtu edhe vitaminat e duhura në shëndetin e përgjithshëm. Ndaj, edhe ushqyerja do të luajë një rol fantastik në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vitamina B. Vitamina B përfshin folatin, i cili është shumë i rëndësishëm për shëndetin e një gruaje. Ato parandalojnë edhe lodhjen dhe përmirësojnë funksionin e trurit. Vitamina B mund të gjendet te vezët, peshku, mishi, qumshti dhe kosi. Ushqimet e pasur me folat janë spinaqi, shparagu, agrumet dhe fasulet. Dhe marrja e këtyre produkteve në sasinë e rekomanduar ditore mund të jetë një përzgjedhje mjaft e mirë e shëndetit tuaj dhe të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet që ju kanosen. Përveç vitaminës B në dietën tuaj nuk duhet të mungojë edhe minerali i hekurit. Nevoja për hekur për një grua është vërtet e madhe, sidomos edhe gjatë fillimit të ciklit të tyre. Gratë, nga mungesa e hekurit dhe vitaminës B12, vuajnë më shumë nga imuniteti, sidomos lodhja, infeksionet, të cilat mund të jenë fatale dhe problemet të rënda të shëndetit të tyre. Nëse jeni një femër, duhet t'i merrni këto vitamina, sidomos në formën e tyre natyrale përmes ushqyerjes. Jodi. Gratë e moshës nga 20 deri në 39 vjeç kanë në nivele më të ulta të jodit se grupmoshat e tjera. Jodi është i domosdoshëm për shëndetin kryesor siç është ai i tiroides, dhe atë mund ta gjeni kryesisht tek produktet e detit. Prandaj, është e rëndësishme që të pasuroni dietën tuaj vazhdimisht me ushqime deti, për të luajtur një rol të mirë fantastik në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Magnezi. Magnezi është përgjegjës për 300 funksione biokimike të organizmit. Mungesa e tij mund të shkaktojë gjithashtu dhe të nxjisë probleme me tretjen, stresin kronik, pagjumsinë, ankthin, dhimbjet e kokës, gjithashtu edhe probleme të ndryshme që lidhen kryesisht edhe me konstipacionin. Omega 3.
Acidet yndyrore omega-3 dhe omega-6 janë të rëndësishme për trurin dhe shëndetin tuaj në tërësi. Përveç suplementeve, këto acide mund të merren gjithashtu edhe nëpërmjet konsumit të salmonit, skumbrisë, sardeleve dhe peshkut tonë. Ekspertët tregojnë se edhe kalciumi është shumë i rëndësishëm në rastin tuaj specifik në këto grup mosha. Kalciumi është shumë i nevojshëm për kockat, kur kombinohet me vitaminën D, gjithashtu dhe magnezin, ofron një mbrojtje më të mirë edhe kundër sëmundjeve të zemrës, osteoporozës, diabetit dhe problemeve të ndryshme të imunitetit të dobët. Kalciumi mund të merret nga qumshti, kosi, brokoli, bajamet, gjithashtu dhe fasulet. Një ushqyerje e shëndetshme do të luajë një rol të mirë parandalues kundër dëmtimit të shëndetit. Kur bëhet fjala për shëndetin, dieta ushqimore ka një rol kryesor dhe të rëndësishëm për aktivitetet tuaja. Për të qëndruar shëndetshëm dhe për të jetuar më gjatë, është thelbësore të keni më shumë kujdes me atë që shtoni në vaktet tuaja ditore. Çdo individ duhet të hajë ushqime të pasura me vitamina, minerale dhe lëndë të ndryshme ushqyese. Sidomos nevojat dietike të meshkujve dhe femrave nuk janë të njëjtat në të dyja rastet. Prandaj, në çdo rast, është e këshillueshme të kryeni analizat e duhura dhe të merrni në konsiderat këshillën e mjekut për një menaxhim më të mirë të shëndetit. Burrat dhe gratë kanë nevojë për metabolik, funksione riprodhuese të ndryshme. Meshkujt kanë masë muskulare më të madhe dhe shkallë më të lartë metabolike në krahasim me femrat, prandaj ata kanë nevojë të konsumojnë më shumë kalori. Por femrat kanë ciklet e tyre menstruale çdo muaj, lindin fëmijë dhe prandaj është e nevojshme të marrin vitamina dhe minerale të duhura. Jo se meshkujt nuk duhet të marrin këto produkte, por femrat duhet të tregojnë më shumë kujdes. Në këtë video do të rendisim disa nga produktet ushqimore më të mira sipas Eating Well, të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në cilësinë e jetës suaj dhe mbi të gjitha të lehtësojnë komplikacionet e saj dhe të ndihmojnë gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Peshku. Konsumi i peshkut në përditshmërinë e recetave tuaja është i rëndësishëm, pasi ai është një nga burimet kryesore të hekurit. Përveç kësaj, peshku është i pasur me omega-3, i cili zvogëlon rrezikun e problemeve të zemrës, hipertensionit, depresionit dhe dhimbjeve të ndryshme që i kanosen nyjeve. Qumshti dhe kosi asesi nuk duhet të mungojnë në dietat tuaja ditore. Mungesa e kalciumit është një nga shkaqet kryesore shëndetësore që preken gratë në të gjithë botën. Qumshti dhe kosi gjithashtu janë burimet më kryesore të kalciumit, i cili është i nevojshëm për shëndetin tuaj të kockave dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kosi është i mirë për shëndetin e zorrës, tretjen e duhur dhe ushqimit. Ai gjithashtu përmban kalium dhe magnez, që janë shumë të mira për tensionin tuaj. Ato janë të mira edhe për presionin e gjakut, i cili mund të rritet në mënyrë të pakontrollueshme. Ekspertët e Healthline citojnë se edhe farat e lirit, të kombinuara si duhet në dietën tuaj, mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe të nxisin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit në tërësi. Farat e lirit janë burimet kryesore acideve yndyrore omega-3, proteinave, magnezit, gjithashtu edhe të kalciumit. Ato janë të rëndësishme edhe në largimin e dhimbjeve gjatë menstruacioneve. Gjithashtu edhe mund të zvogëlojnë nivelin e triglicerideve në gjak dhe të ulin gjithashtu rrezikun për sulm në zemër. Ndaj marrja e produkteve të tilla ditore në dietën tuaj mund të jetë një përzierje shumë e mirë për imunitetin tuaj në tërësi. Fasulet. Fasulet janë një burim i mirë i proteinave dhe fibrave. Konsumi i tyre mund të parandalojë gjithashtu edhe prekjen nga probleme të ndryshme që i kanosen gjirit dhe shëndetit tuaj të zemrës. Ekspertët tregojnë se konsumi i këtyre produkteve në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj ditor dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Domatet. Domatet përmbajnë nivele shumë të mira të likopenit, shumë të rëndësishme këto për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ulëntimet tregojnë se ushqyerja është e rëndësishme dhe për çdo ndryshim që bëni, duhet të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë për të evituar gabimet. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.